Mirë se vini të ndëruar teleshikues këtu në televizionin Dugaxhini, në emisionin Burra dhe Gra, që do të vazhdojmë me temen e dytë për këtë javë, sepse ju tani më e dini që emisioni ju në transmetohet çdo të hënë, të martë, të mërkurë dhe të ejte, ndërsa ditëve të shtunë shkon si tërsi. Para se të kalojmë temen për sonte, që regjia e kanë harru temen e pardjeshit, atëre një falenderim për sponsorët. Falenderimet se ata në regji shpesher, kështu vend që minë rru temat, këtu janë të këshyrë garant porno, jepi atë një ranë kështu për ta një tojnë ata pëse për na kritika gjimilajmë që këshyrën porno, ama më shef të këshyrën, që atë mire kanë që to. Hajde. Falenderimet shkojnë për ujën miras, edhe për ata që po shikojnë. Falenderit ujën miras, për parfumerin Piano, Automita dhe lagja Washington këtu në Prishtinë, shumë falenderit që jenë me nive. Edhe juve publik i dashur, falenderit shumë që na shikoni, na doni e na kritikoni. E kena temën friga nga dështime, do me thonë ju ka dështu aty në kanal interneti, s'kanë mujtë me këshyrë vedo deri në fond. Shumë teme mirë. Shumë teme mirë. Por ardit kësha pos dëshirë me fillu me ty, me temen, që për ta vizatoj pak pyetjen për me qitë në autostradë, ku po dojmë me diskutu pak të në tani. Gjatë jetës tonë, kur ke pos ankth, në cilat vite ke pos frig nga dështime, si aktore, nga qëfar do dështimi njeta, po kuptan? Ashtë shumë interesant me e spjegu na për brezin e rije, sidomos për fëmit tonë. Dështim qka? Në qëllimet të tua, të gjithë kena dështu në disa projekte, po ti frigen që ke pos, ke thonë, a thua, mës do të dështoj unë me profesionin tem, mës do të dështoj me që të përzidhje të shkollës që e kam bo, ose të biznesit, ose qka do qoftë. Për shambull, kur kam apliku për aktrem, jam në audicion, kur kemi qenë, aty kam pas një frikë bagit madhe, se kur një fillim i ri, diçka këtë ndryshe prej modele, që shkam qenë, aty kam pas një frikë, a mu i mu pranu, as mu i mu pranu, mandina... Po Faruk Begolli, po? I njeri, ka qenë njeri fantastik. Shumë. Qajo frika, mandina, dështa kur filloj një pun, kam frikë që dështoj, se nështa nuk më me bo sa duhet, sa kërkohet, ka ndodhë disa herë, normal. A ka të bëj kjo me vetëbesimin, a i sa në kështu për shambull, me vetëbesim? Për vetëbesim kom sa dush. Bëj me faktin që ti jo gjithmoni ki gjanat në dur të tua, ma ndej normal që ti ka mënsu që mundesh me pas një dështem, edhe pse është shumë rëndësishme, po, shumë më realizem, më së qëfar dhe kur ki vetëbesim, të lindë akoma ma mirë është me pas me frikë, ma mirë është frikë, hajde me linë falë. është shumë rëndësishme që çfarë do lloj projekti që ti jetu mendu me bo, ose çfarë do lloj qëllimi që e ki njët, mos me leju veten që me të kaplu ajo ndjesia e frikës. Mu dëshpëru. Po, se sa ma shumë frikë që ti ke me pas, aq ma problem ka me qenë që ti me realizu që të që dënë, edhe aq ma let vjen të dështimi. Unë gjithmonë thëmë që dështimi është proces i suksesit. Ti edhe nëse dështon një rrugtim tone, jo veç Kosovë, po krejt votën, njerëzit më të sukseshëm krejt votën kam pas më të shumë të dështime. Kështu që dështimi është proces i suksesit. Ti pa provu edhe pa dështu disa herë, ti s'ke me mujt me mritë suksesi. Jënë shumë tralla, po dhe për këtë arsye s'bën më dorëzu, se janë shumë tralla rastet ku personazhet ose personat të ndryshëm që kanë pas qëllime në karrierë ose çfarë do qoftë, kanë pas sukses me të parën herë që kanë provu ose kanë tentu me arrit ato që e kanë dashur. Është shumë rëndësishme që mos me leju vetës që ti mund ndje me frikë, që ti më mbush me ankth, që ti me pas dyshime në qëllimet e tua. Esenca për mu, që gjithmonë nis nga prej asaj ndjesie, është që me besu fuqishëm që
qaj plan që unë e ka me ndodhë heret apo vonë, sa herë unë e kom e dështu, sa herë unë kom e pas probleme, ose kom e kalu në për ujrat zeza për me mrite a qëllimi ime, nuk kam e pas rëndësi. Kryesorja është që mja instalu vetës në trunin tënë që qëllimi jëtë ka mu realizu, heret apo vonë, është vështë çështje kohe. Unë gjithmonë që shto nisna për vetën, për këtë arsye për e them edhe që për publikun, me pas me të vërtet shumë të fuqishëm që në gjësi, që të ndihmon tepër shumë, që ti me realizu gjana që ti dënë. Po Ylli? Jo. Me koni përkushtum edhe i vendosur. Friga nga dështimi, për shembull është një frikë kur ti sa më i meqëm që je, e sa më shumë që ke vetë besim, ti një projekt që e ke tutësh që po dështon. Qëra ma mirë është me pas frikën se po dështon, se sa me pas vetëbesimin edhe vetëbesimin me tërzu. Me tërzu për tokë është me Alivanovës që thojnë. Unë i kom pas 2 dështime njëkë, po nuk kom dëshirë me i thonë këto në studion tonë. Këtë këna pas dështime? Do më thonë ato 2 dështime kanë qenë super të mëdhaja, që unë sot dhe asaj ditë thëmë që pse nuk e kom marrë të forcën, jo dështime personale për veten time, po dështime për personat që janë jetën time. Edhe kom thonë gjithmonë pse se kom marrë atë forcën për me rikuperu atë gjë, ose pse nuk im kona i zoti me ngrit zonin edhe me thonë hej që kjo nuk është qështu, që kjo nuk është qështu, dhe that's it. Tani kanë jetë të sanë ndodhin për ma mirë. Nështë sot më konë shembull i maj mirë për qëta persona që kalojnë drejt qësaj rrugë, do më thonë për mi të regu që nuk do në më konë të ndam qoftë nga aj apo që nga kjo, për mënaj tek njerëzit që kanë familjet të veta, do më thonë kur ndanë rrugë të 2 personave, atër ti duesh më konë aj personi që duesh me rekuperu vetën tonë mas pari, ma ndej personat që i kin jetën tonë. Këtu ka qenë një dështimi imi që ndoshta thëmë si a fali vetës, asë Na shta dhe sukses, kurse din që na shta ma mirë u ku për ty. Po, për vetën time ka qenë Shumë sukses. sene me ndonë që i ke dështu, për në fakt është ma mirë për ty. Sepse nga njëherë njerëz, ona. Jo, të friga e dështimit, qka është... Po, nuk kom pas frikë. Unë e kom pas frikë, do më thonë, me... Për atë raport që e ki pas. Edhe ka ndodhë tani. Ilustru në diçka që unë udhtoj pafundësisht edhe takoj mërgjimtar shumë të suksesshëm. Me se cilin që unë takohem, punën e parë që ma thonë është kjo. Kemi frikë nga dështimi në investime në Kosovë. Dhe më thonë, me ardhna me investu, jemi shumë të suksesshëm këtu në Evropë, po me ardha ndej, kemi frikë që po dështojmë. Bile, tash që isha në Zvicër, po flisja me disa bashkëdhetar atje, edhe tash, pse nuk veni me investu në industrinë e mishit, prodhimit mishit. Ne po morëm mish prej Brazilit, prej Argentines. Po vjen mishi këtu, po shkrihet, po ngrihet, edhe prandaj është bon kanceri si kur puna e frunthit. Si kur lija ujt, kancerin Kosovë është bon fenomen i frikshëm. Edhe këta thëshin që ne kemi frikë që do të dështojmë. Bili thash njerit, thash bere o burë lëpt, tha po qa më bon, thash ti mos i berë lëpt atje më lëshu muzik me qiftelia, po këtu jalëshon e Beethovenin, Mozartin, Ama kur nuk e kom kuptu që to Milajem. Që lëshon lëpt me muzik në Zvicera? Jo, në katun do më thonë na, kem pas edhe bakti, kem rujt lëpt. A i këllëshu muzik në e? Jo, që kjo është bashkë të disa ku i shiko, im konë si thmije, ma i men ku shisha me bo Bajram, unë ike muzika në shtalë klubë. Kur s'ko mujt me kuptu. Po, ama kur s'ko mujt me kuptu. Për qëta ti ke plot raste kur i bin lëpt e Zvicrës këtu, për 3 muaj nuk qesin mo qumsht, se atje lëshojnë muzikë qeta, po kuptan? E këtu me qiftelia, Po, e këtu kur t'ja lëshojnë rangë, dangë, Këtu mojnë private lëpt i kanë, atje i ka shtetës kështu që i kanë, apo s'kanë familje që i mojnë lëpt. Në Zvicër? Po kërkan në Evropë. Jo, private, firma private, po, private, i lëshojnë për Livodhe, i bojnë me helikoptera, i bojnë që në Livodhe të matë mira me kullovë. Së të mos Zvicër, e kanë simbol lupën, në për para restoran, në para krejtë. Ashtë të milem së për ta bëjë që ti ki kry, që sëmë kanë qitë mua të me bu një monument tamin për të lupës, adin nëjso një shashku pak kështu me...
Hajde, pyetja jo Hajde. të Linda e dashur. Yllin edhe për pyetje Arditën, provokative, jo, s'është hajde. provokative. Po pasi që jemi të dështime, po du m'ja bo që të pyetje se shumë njerëz e konsiderojnë edhe martesën, ose dështim, ose i friksohen faktit që kanë me mbet vetëm, faktit që kanë me dështu dhe nuk kanë me gjetë partnerin e duhur për jetën e tyre. Unë për të hepi përgjigje. Ardita e ka pas një martesë, tashmë është e divorcuar, po të pës Jo, s'jam. Okej, sorry. Në rregull, se dita. Unë kam Po të qenë pës, a i ke divorcuar. pas si pra këtë mendim të kaluaren? A i e friksu që ki me dështu në realizimin e gjetjes e partnerit tënë për të rjetën? Ma ndje edhe të jëllë të regëm, a friksohësh që ki me gjetë? Se shumë njerëz e mendojnë si diçka shumë tron edhe i friguan kësaj pune. Unë mendoj që në asnjë aspekt njerëz nuk do të mi jep vetit frikë, do të më konë guximshëm, qofse don me arrit diçka. Po ti për veti që shëndje? S'ka me nusan që atë bëhet. Dana mirë, dana qysh me tu pa tu tu rrjedh gjanat vet. Apo kupton? Normal ti ki qef se çdo kush që martohet nuk martohet munda, po ka njerëz që ndryshojnë edhe duhesh mu pajtu me ata që ndodh se ndoshta edhe dështimi është diçka e mirë për ty. Që ti ndoshta të vjen diçka edhe më mirë që e ndo. Po të çfarë na duket çat moment që dështimi është i mirë. Po do të më menu që më vonë ndoshta është më mirë. Sa alo se ka përfunduar. Ndoshta më vonë është më mirë. Kështu që s'bën mu dëshpru më një herë dhe me thonë s'ka kur gja une u dëshprova, une s'ka kur gja ma si besoj kërkujt. Në aspektin martesore kam fjallën, se ndoshta shumë më mirë dikush tjetër ka me të ra. Kështu që nuk bën me pas frikë në aty, me qenë guximshëm. Unë, edhe po e foli pak personalisht, po edhe po e foli shumë përgjithësi. Është pak problem se nëse ti ki me dështu njëherë, ama ndej ty ka më të vjeju edhe më të ngolit mendjen tane që ki me dështu prapë. Nështë nuk mundet më të ngolit, po ki me thonë që e pata që dështim tash ti gjithmonë tutër që ka me të ndodhë dhe një dështim tjetër. Po realisht unë jam kundër pak që të në personave që nëse kanë dështu një herë, nuk mundohen ato me përmisu gabimet e veta edhe me ndryshu diçka të vetja e vetë për me gjetë një person ideal në qoftë se ai personi që ka qenë më herët nuk ka qenë ideal për ty. E këta persona hinë një lidhje me një herë tjetër, ndoshta vetëm për inatin edhe gjona që ka pas me këtë person edhe për mos me met vetë. Ma mirë vetë unë për vetë thëm, unë e kam pas një dështim, normalisht që gabimet gjithmonë janë të dy palëve, nuk është njëna palë po, njëna palë jo. Qoftë ajo ma shumë ose unë ma pak ose unë ajo ma shumë, do më thonë kjo është e gjitha. Po realisht është detaj ma i vogël që mundet me egzistu. Po unë tash thëmë që ka me punu shumë me vetën, se sa kur ta gjej një person tjetër, po realisht unë e thëmë të vetja që problemet ma të mëdhaja të botë edhe në jetën tem me i pas, unë kur ta gjej personin një tjetës time, ka me qenë dhe në fund tjetës time me ta. Unë i kam thonë mendjes time kështu. Në qoftë se dhe problemet ma mëdhaja që kam i pas, po jo në prezencën e fëmijës tim ato probleme. Sepse nuk du fëmija jem me urritje tim, në një farë aspekti me prind të ndamë. Okej, në qoftë se ne kemi probleme shumë të mëdhaja në pranimin e fëmijës. Sa është jetë me fëmijë të ndanë? Unë e quja. Do më thonë në momentin që... A ki fëmijë? Jo. S'ka lidhje me rastime pas raportit mirë me partneri. Po, se përderi sa ti nuk ki raport të mirë me babën e fëmijës tonë, unë mendoj që ai fëmijë në një farë aspekti është një farë jetimi. Është një farë jetimi, sepse ti si fëmijë nuk je i adresum, je ma shumë të nana se sa të baba, ose ma shumë të baba se sa të nana. Do më thonë ka me të folë baba keq për nanën, nana ka me të folë keq për babën. Po qaj du t'i kësaj pune që një qift janë bashkë, po kërsh me njëri tjetrin dhe s'janë ndanë. Edhe fëmijët i shohin që ato probleme. S'ka këtu të bajmë me teori. Kur të martuash ullëm fullëm e bojmë në emision. Të martuarit do të pa martuarit. Sone me pa fëmijë, vashmi vetën tamë,